Në një ceremoni të kremtuar në kishën e Apostull Pavlit dhe Shënastit në Durrës u zhvillua mëngjesorja dhe liturgjia hyjnore e Shën Joan Gojartit, ku momenti më i veçantë ishte bekimi i madh i ujit. Ceremoninë e drejtoi dhe e bekoi kryepiskopi Joani, i cili mbajti edhe një fjalim të thellë shpirtëror. Ai theksoi rëndësinë e theofanisë dhe pagëzimit të Zotit në lumin Jordan, duke theksuar se uji i bekuar simbolizon pastërtinë shpirtërore dhe praninë e Perëndisë në jetën e besimtarëve. Sot ne përkujtojmë ardhjën e Zotit në Jordan dhe pagëzimin e tij. Kjo është një rëndësie shumë të madhe për secilin nga ne. Ne sot jo vetëm thjesht kujtojmë pagëzimin e Zotit, po është një meditim rreth pagëzimit tonë. Pjesa më e madhe që janë këtu, padyshim që janë pagëzuar. Por pagëzimi është fillimi i një udhëtimi. Dhe nëse ne nuk e vazhdojmë udhëtimin, pagëzimi jonë nuk mund të ketë fruta. Që t'japi fruta, duhet vazhdimisht që pagëzimi jonë të rritet akoma dhe më shumë. Zoti erdhi dhe u pagëzua, ndonse nuk kishte nevojë. Madje dhe Joani, pagëzori, e kuptoi dhe i tha që ti vjen tek unë duhet pagëzohem për teje. Po Zoti i thotë, le të plotësojmë çfarë do lloj drejtësie. Dhe me fjalën drejtësi, Zoti kupton diçka akoma më të thellë. Nuk është se Zoti kishte nevojë për pagëzimin, as kishte nevojë për pastrimin. Ai u zhyt në ujërat e Jordanit për të pastruar gjithë ujërat e gjithë botës, që do thotë gjithë dobësitë tona, papastërtitë tona, gjithçka ligësitë tona, Zoti i pastroi në ujërat e lumit Jordan. Kryepiskopi Joan gjithashtu foli për pagëzimin dhe misterin e Trinisë së Shenjtë, duke kujtuar se kjo festë nuk është thjesht një përkujtim historik, por një mundësi për reflektim, pendim dhe përforcim të jetës shpirtërore. Besojmë, e duke besuar fillojmë edhe kuptojmë, sepse besimi nuk është që ne fillim njohim dhe pastaj besojmë, e fillojmë me besimin. Të vërtetat e Zotit janë shumë të mëdha, edhe shpesh herë ne nuk mund t'i kuptojmë dot gjitha, po besojmë. Ashtu siç besojmë kur na thotë për urdhërimet, mos vidh, mos vrit, mos bëj këtë, shumë gjëra të tjera. Shumë njerëz ndoshta fillim nuk mund t'i kuptojnë, ose mund t'i duket pse na ndalon këto gjëra. Nëse ata përpiqen e bëjnë një jetë shpirtërore, do fillojnë të kuptojnë se sa të rëndësishme janë këto urdhërime. Ato urdhërime janë për të mbrojtur ne. Dhe doktrina që shfaqi Zoti dhe u shfaq vetë, ishte pikërisht për të na dhënë një siguri dhe një adhurim të vërtetë, sepse çfarë do të thotë fjala ortodoksi? Pikërisht do të thotë adhurimi i drejtë. Kur ne adhurojmë një Zot që na është shfaqur dhe arrijmë ta kuptojmë për sa kupton mendja jonë që është një qenie hyjnore në 3 persona. Besimtarët morën pjesë në ceremoninë e bekimit me shpresë dhe devotshmëri, duke përjetuar një moment të veçantë gëzimi dhe përullësia.